Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur të përgatit bukë shumë të shëshme dhe të buta pa mo. Kreçka në nevojitin për përbërëzve janë 700 gram me miell, një të bordh të vezëve, 50 ml me vaj, 200 ml me ujë të ngrohtë, 200 ml qumësht të ngrohtë, 40 gram moja të bukës të freskët ose një paqet moja të bukës pluhur, një lugë të mesme krip, një lugë të mesme sheqer, të kuq të vezë, e kemi ndohur për onash e përzina mas mrome me 2 lugë ose 3 lugë të gjellës ujë të ngrohtë edhe lyna për mi. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek bakalli tash të hedhim qumshtin e ngrohtë, ujin e ngrohtë, sheqerin, kripen. Bajin një bordh të vezë, së dhe moja bukës të freskët. Të gjithë përbërësit i përzina, derisa të trejnë pro moja e bukës. E kemi përzi edhe moja në bukës, është tretër, bismillah hedhëm tek mikseri e përzina tash të pra brumin me mikser ose ju me duar, s'ka lidhje. Kemi përzi brumin për 4-5 minuta që shtot, tash të kemi qitë pra miell tek terrasa e kuzhinës, një brum i holl që ngjitet pra për duarve. E ngjeshim pra brumin tek mielli, edhe qesim në një enë të thellë, ku e lojna që të dyfishohet për 45 minuta të mbuluar me foljen e lënë. Tash e lina pak duart me vaj, edhe brumin e butë që ngjitet për duarve, e ngjeshim kështu, edhe qesim tek ena, e mbulojna foljen e lënë për 45 minuta. Temperaturë të dhomës e lojna të dyfishuar. Mbas 45 minuta, morim tash mielin edhe e qesim brumin që është të dyfishuar për 45 minuta. Mashallah. Tepsin e lyna me vaj. Edhe e ndojna me njëherë kulesht. Një brum i butë. E rrokullisim në miell, ja mbojna pra formen. Edhe me njëherë e renditim pra në tepsi. Në tepsi asi 36 cm. E kemi renditur edhe kulesht në tepsi, tash e mbulojna pra tepsin edhe për 15 minuta që të pushohen kulesht. Mbas 15 minuta e largojna edhe salvetën. E kemi përzi një të kuq të vezë pra me ujë të ngrohtë, një 2-3 lugë të gjellës, edhe i lyna kulesht për mi, furrën, e ku nxej me parë në temperaturë 200 gradë, ku i lyna me njëherë dhe me njëherë fusim tepsi pra në furrën e nxehur. Edhe bukët i kemi hek kulesht pra prej furrës. I kom pjek në temperaturë 220 gradë për 25 minuta. I lëni me pushu nëse doni pak, të mbuluar me një salvet derisa të ftofen pak. Kush është merak li i bukëve të nxehta se joni me hangër me njëherë me të knoq, bismillah na befshin mirë. Të buta, të shkrifta pa mok, edhe pse janë hala të nxehta. Ju knoqin. Nëse i provoni i lumshin duart e ju befshin mirë, faleminderit për krahun që ma bëni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them miru pofshi. Bismillah.